Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në ceremoninë zyrtare të dorëzimit të titujve qytetar nderi për Mario Mitaj, Jurgen Uldedaj dhe Armando Broja. Një duar trokitje. Ju ftoj të ngrihemi në këmbë, të ndërrojmë hymnin kombëtar. Faleminderit. Fjalën hapse të kësaj ceremonie ja japim kryetarit të bashkisë zotit Tonin Marinaj. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi besoj për gjithë secilin që ashtu dhe shumë të tjerë që do kishin pas dëshirë, por kuptohet që edhe ftesat kena ba me pikatore, se do ishte desht me mush një stadium për këtë ditë. Është një ditë e shënume për treven tonë. Tre djem tonë, tre sportista që po lanë gjurmë jo në rrengull kombëtar, po në rrengull ndërkombëtar. Marja që ndodhet mes nesh, e falenderoj shumë që është këto, njëkohësisht edhe babajen, nanën, motrën dhe shoqen e tij, çfarë për Ameriket, Devairin me familje, që për arsye punët, impenjimit, i biri e ka pas pa mund të ardhë, që kampionati angles vazhdon. Njëkohësisht, Tonini, për djalin e tij, e familje, ju është gjithë qatë mirë, kampion botën. Njëkohësisht du të i falenderoj edhe tu zotin Sterkaj, sportist, adhurues i sportit, vaj karrierën shumë drejtime, që e dini sa është nevojë me fol, deputetin, bujarin dhe Marianën që patë më parën listë. Tu kena dhe dy frimin, një gazetar që ka kontribuar për këta djem, për futbollin kryesisht, ka bërë dhe emisione për krejt treven tonë, për sportistat, që besoj si do të flasin, ka shkollën në Vërmosh, tek gjyshi, tek familja e Marios, në Kamic, të Gzimi, për të birin, dhe realisht, është adhurues i sportit, i futbollit, kryesisht i sportit në përgjithësi, por edhe i malsorëve të malësisë madhe, si tokë pjellore, si na përllojmë në gjitha drejtimet, vetëm njerëz të ndritun, me në hapun, dhe cili do si jepet mundësia shpërthen. Dhe unë shpresoj si të ecin të tre, lartë e më lartë. Unë
Du t'ja filloj me Marion, të parin, të t'i jap titullin qytetar në Nderit, në emër të Këshillit Bashkiak, Bashkisë Malësisë Madhe. Bashkia Malësi e Madhe me vendim të Këshillit Bashkiak numër 64, datë 24 dhjetor 2025, jep titullin qytetar në Nderit, Zotit Mario Lin Mitaj. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit e në veçanti në atë të futbollit, duke u shpallur finalist në kampionatin evropian në futboll të futbollit në 2024 me fanellën e ekipit tonë kombëtar, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësorët dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Mozjerë. Faleminderit Mario. Përshëndetje gjithëve, një falënderim të madh për kryetarin e bashkisë dhe gjithë stafin e tij për këtë çmim të bukur që më kanë dhënë sot, i ditë shumë e veçantë për mua. Një falënderim të madh për rrobat e mi që janë këtu me mua, për motrën, për shoqën teme. Jam shumë krenar që jam malësor dhe një premtim që do t'ju bëj është që do të mundom t'ju bëj akoma më krenar në të ardhmen. Faleminderit shumë. Thonë drejtën, unë nuk fola punë fise, se ne këtu flasim ka edhe për fise, sepse janë 8 fise të kena historikisht. Në fakt, 2 janë nga Kelmeni, Broja edhe Mitaj, ndërsa ky është nga Kastrati. Bashkia Malësi e Madhe me vendim të Këshillit Bashkiak numër 63, datë 24 dhjetor 2025, i jep titullin qytetar në Nderit, Zotit Jurgen Tonin Uldedaj. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit e në veçanti atë të boksit, duke u shpallur kampion bote, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësorët dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Mozjerë. Unë do ja jap Paulinit, me qenë se do me thonë është pjesë e sportit, se boksi, munja, shkojnë një familje 100%, edhe me futbollin po. Duhet me janon të zotit punë si o babës. Tash e pas ka pas rrugën me mund mallën. I nderuar kryetari i bashkisë, Malësisë Madhe, në vendit më të bukur në botë, i nderuar zoti Sterkaj, si drejtues politik dhe sportist që kemi pas gjithmonë në illull, të nderuar Këshilli Bashkiak dhe kryetari i Këshillit, që është një pjesë e rëndësishme në vendimmarrjen e kësaj ceremonie, të nderuar deputet. Në pamundësi që Jurgeni të marrë pjesë për arsye se shumë shpejt ka një neshje të madhe për mbrojtjen e titullit, sepse me shpirt, me mendje dhe me zemër këtu të rrajt në gen, këtu ku i ka pas partë e vetë, dhe këtu ku gjithmonë krenohet që është malësor, si që tha dhe Mario Mitaj, jam krenar, që jam malësor, të njëjtën gjatë do thonë dhe Jurgeni këtu.
e them në emrin e tij. Unë emocioni sot, më besoni, është sa emocioni i eshjes, kur ju e dini kur çfarë emocioni më ketë një prind kur shef djalin duke u rënë ring, pra të njëjtën gjë po përjetoj tani. Sepse jam thash në rrënjët tona dhe kujtojmë të parë tanë të cilë bie që Shqipëria edhe flamurin për herë të parë e ka ngrit Malësia Madhe. Edhe Shqipërinë në Europian e ka ngrit, e ka gjuk ta djemtë e Malësisë Madhe dhe për herë të parë titullin e kampionit botës e ka marrë një djalë i Malësisë Madhe. Ju falenderoj shumë, ju dub shumë respekt dhe gjithmonë mirënjohje për ju. Bashkia Malësia e Madhe në vendim Këshillit Bashkiak numër 62 datë 24 dhjetor 2015 i jep titullin qytetar në re. Zotit Armando Xhevaher Broja. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit, e në veçanti atë të futbollit, duke shpallur finalist në kampionatin evropian të futbollit 2024, me fanellën e ekipit ton kombëtar, duke bërë krenar gjithë malësorët dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kurdoherë treven ton Malësia e Madhe e Mexher. Hajde Xhevaher. Hajde. Zoti kryetar dhe Bashkia e Malësisë Madhe, faleminderit për këtë titull. Tashi, e ka meritua, edhe e ka meritua dhe se ka meritua, sepse të ri janë, kanë pas kohë, kanë pas mundësi, po megjithatë shumë respekte, shumë faleminderit edhe mirënjohje. Sa harrojmë që jena malësor, s'kena me harru kur që jena malësor. Na ka mojtë kënar gjithmonë kudo që kena shkua, kudo që shkojmë. Tashi, a një respekt tamam i veçantë. Ne janë lef mija në gurbet, ne janë rritë gurbet. Jena më në edukatin si prind, prej ka kënë ardhë, e prej ka kënë ardhë. Tash inshallah mojnë, inshallah respektojnë këtë titull, edhe inshallah një mirë njohës deri në fund. Shumë faleminderit për gjithëve, është një kënaqësi për gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Në veçanti sportistave tonë që i morën titullin, i falenderoj për kontributin e tyre në futboll, në boks dhe ju uroj suksese, sepse në mënyrë të veçantë na kanë krenu në gjithë malësorëve. Edhe i uroj që këto mos të harrojnë kur nga kanë origjinën natyrshëm për me kapë majet më të nalta që ka sporti shqiptar e sporti botnor. Ishte kënaqësi për mua që i mora pjesë, se unë vi nga fusha sportit. Këto mundësi në atë kohë si kena pas që kanë këto, po këto i kanë mundësit edhe kanë mundësi me shpalos çdo aftësi tyne dhe me ju lexu për të ardhmen. Ju falenderoj dhe suksese. Tunjetjeta tonëve, mirë se ju gjeta në Malësitë të Madhe, i nderuar kryetar Tonin, i nderuar koleg Paulini dhe Bujari. Shumë kënaqësi për mua me kanë sot në mesin tuaj. Historikisht duke gjinë në Malësinë e Madhe kanë lidhë shumë gjana, edhe jam realisht shumë krenar dhe besoj që çdo shqiptar duhet me kanë shumë krenar për arritjet e të treve këtyne bive të Malësisë, që janë kanë ambasadorat më të mirë Shqipënisë në arenën ndërkombëtare, sepse kultura edhe influenca që trit munden me bë sot në arenën ndërkombëtare mundet me kanë shumë më madhe se ajo që ban politika. Që unë ju falenderoj shumë që jeni fytyra më e mirë e veriut Shqipënisë edhe ton venit ton. Tonini e bani kërkesë, unë kam një kërkesë tjetër, me që pak fati, shumë talenti ju edhe rrethonat ju kanë ndihmuar për me mrit këtu ku jeni sot. Tash ndihmoni edhe ata tri që besoj që talentin ja u ka fal Zoti në mënyra të jashtëzakonshme në këtë vend.
Kështu që jepjam një dorën, ndihmoni me nxit shkallë. Edhe unë do thosha investim në futboll. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Nderuar zoti kryetari i Bashkisë Toni Marinaj, nderuar koleg deputet, të dashtun sportista dhe prindër të sportistave. Sot jena mbledhur për një ditë shumë të rëndësishme për malcinë e madhe, mendoj unë, pse jo edhe për kombin shqiptar, ku 3 djemve të ri, të cilët për mendimin tim janë ambasadorët më të mëdhenj që diplomacia shqiptare ka sot nëpër botë. Armandoja, Jurgeni, Mario, të cilët me talentin e tyre, me shpërfaqjen e talentit dhe sukseseve të njëpasnjëshme në fusha ndryshme të sportit, Jurgeni me sportin burrnor të boksit, ku disa herë ka dalë kampion dhe siç e thotë Jati, së shpejti ka një ndeshje tjetër për mbrojtje titulli. Po kështu Mario, i cili ka shkëlqyer në klubin e tij në Arabi dhe me kombëtarin ka qenë ndoshta më i spikatori vitet e fundit. Armando po ashtu, i cili na ka rrit vlerën e malësisë madhe, sidomos në ndeshjet me Hungarinë. Unë personalisht i kam shiju ata golat e jashtëzakonshëm dhe shpresoj që të njëjtën na shfaqe një të tillë. Të jesh sportist elitar siç janë këta 3 të rit malsor nuk është e lehtë. Është mund, është sakrificë, është pasion. Unë vetë pak kam luajtur shumë pak sport dhe e di shumë mirë çfarë do thotë. Nuk mjafton talenti, por puna e tyre e vazhdueshme. Që unë duhet t'i falenderoj nga zemra, të cilët ne na kanë bërë krenar, kombëtarën shqiptare ja kanë rrit rëndësinë dhe vendin në cilën ndodhet renditja e kombëtarës e tregonte. Dhe shpresoj shumë. Atje mrapa shikoj djemt të vegjël edhe më të rritur që luajnë për Veleçikun, edhe këta malësor të mirë, dhe shpresoj që ju do t'jeni udhërëfysit e atyre që në gjenerata të tjera të kemi prap Mario, Armanda, Jurgen. Të kemi këta, se ju jeni shpresa dhe besoj shumë që ata do të ndjekin shembullin tuaj. Unë ju uroj këtyne 2 djelmoçave të futbollit ju uroj që të njëjtën shumë fat edhe një fitore që për herë të parë në historinë e Shqipërisë na çoni në Amerikën e Largët duke përfaqësuar me dinjitet Shqipërinë. Ndërsa Jurgenit, ndeshjen e radhës, shpresojmë ta ndjekim edhe ne që ta mbroj titullin e pse jo edhe në një federat tjetër dali kampion. Ju falenderoj gjithëve, shumë faleminderit. Përshëndetje tanëve, jam shumë i lumtur që sot jam pjesë e një ceremonie që jam i bindur futet në ditët e nderit, jo vetëm për 3 personazhet dhe kampionet që kemi këtu, por për gjithë të 3 që unë do ta cilësoja kampione e Shqipërisë me kampionet që ka. Malësia e madhe. Një vit më parë, në zyrën e kryetarit, kur po bënim emisionet dedikuar Mario Mitajt, Brojës dhe Hysajt, i bëj një lutje kryetarit. I thash, të njoh që ke burrni dhe dua të ma çosh një rigja, i themi ne deri në fund. Ma thuj, tha, e ketë marume. Thash, këto sportist, të lutem i bëj qytetar nderit malësisë madhe. Sa ka krenari më të madhe, se të kesh qytetar nderi, djem të tillë që janë krenari e kombit. Mario Mitaj, një mbrojtës i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm, i karakter të fortë, i shkëlqyeshëm, kudo, një familje të përsosur, kam qenë në shtëpinë e tyre, në Vermosh, aty ku harta vendoset ngosht me vendos gishtin. Njerëz të shkëlqyer, djalë i shkëlqyer që nuk thot asnjëherë jo dhe i thot vetëm po Shqipërisë dhe me lojën e tij ka bërë për vetë jo vetëm shqiptarët, por dhe arabët, imagjinoje. Mario Mitaj. Armando Broja, një sulmues që do ta kishte zili çdo kush ta kishte. Ndaj unë them që djem të tillë, golet e tij, loja e tij, performanca e tij janë një pasuri kombëtare. Dhe unë vërtet kënaqem që ai sot është në podin e nderit malësisë madhe dhe përfaqësohet nga babai i tij Xhoahiri. Kënaqësi shohësh një kampion bote në boks që del nga kjo zonë, sepse unë e dija që malësia e madhe është kampione në Shqipëri edhe në gjithë Ballkanin për djemt futbollistë kombëtarës. Janë 8.
që kanë luajtur me ekipin kombëtar. Dhe sot në formacionin e kombëtarës janë 3 yje, njëri prej cilëve ka vendosur rekord në Shqipëri, 94 ndeshje, pikërisht Hysaj, Elsejt Hysaj, që kemi këtu babajnë e tij. Është Armando Broja në sulm dhe është i pakalueshmi mbrojtësi me numrin 3 Mario Mitaj, që gjithë më thonin mu kur shkojnë për Shqipëri, është nga Himara. Jo, jo, është nga Vermoshi, aty ku flitet Shqip, aty ku buka, flamuri, zemra, besa dhe futbolli janë kryefjalë. Kështu që unë e falenderoj kryetarin Këshillin Bashkiak, sepse mendoj që titulli për këta 3 djem ka një rast specifik. Nuk është në ato rastet kur titulli i bën nder njeriut, por është në rastet kur njeriu i bën nder titullit. Ndaj ta gëzoni të 3, ta gëzojnë edhe tjerët që kanë marrë, sepse nga kjo zonë ka dalë dhe Bekim Balaj, një dorë trokitje edhe për topin e artë të Shqipërisë, Elsejt Hysaj që është bërë qytetar nderi, kapiteni kombëtarës, ka dalë Salvador Kaçaj, është me origjinë Rudi Vata, është Çokaj, janë 8 futbollistë të kombëtarës që kanë veshur uniformën kuqezi nga Malësia e Madhe. Kështu e thot Bashki Bramekaj, se nuk gabon, gol në 3 këngë, thotaj. Gol. Edhe një mirënjohje për gjithë gazetarët që janë këtu dhe të Shkodrës, një mirënjohje për gjithë kolegët e mi, sepse kanë dhënë shumë për sportin dhe për futbollin, ka bërë shumë, dhe për secilin nga ju, për familjarët që u keni krijuar mundësinë djemve tuaj të jenë krenari e kombit, sepse këta nuk janë vetëm krenari e Malësisë Madhe, janë krenari dhe pasuri kombëtare. Faleminderit kryetar, jam mirënjohës për ftesën, për respektin, faleminderit kampionit që ka një merit jashtëzakonshme sa ishte sportist, sepse është një kampion absolut i tapetit. Është Paulin Sterkaj, që meriton një dorë trokitje, deputetëve që janë sot këtu, edhe kampionës agroturizmit mos gabom, Marianës dhe Bujarit dhe gjithë ju që jeni këtu, mirënjohje gjithëve dhe u arsha vetëm për momente të tilla në Malësinë e Madhe. Unë sa të kem jetën dhe sa të kem frymën, do promovoj njerëz të tillë, yje të tillë, kampion të tillë. Zoti ju ruaj gjithëve. Faleminderit. Mario Mita, që e falenderoj që ka ardhur ekskluzivisht sot për të qenë pjesë këtu, ka bërë një surprizë me kush është gjë më e shtrenjtë, bluzë e ekipit kombëtar. Ajo është dhuratë sot për ju. E presim me duar trokitje Mario Mitaj, të futbollist klas, që ka ardhur bashkë me familjen nga Athina sot, familja që i përshëndes Lindin dhe Agën dhe gjithë të tjerët, për t'i bërë këtë surprizë kryetarit bashkisë, Tonin Marinaj. Bluza me numrin 3, Mario Mitaj. Atëherë përshëndetje, leja në studien Gole Trekanç. Këtë si thonë Malësia e Madhe, sepse ne sot jemi krenar me këta djem, me këta gjigant të Malësisë Madhe që kanë përfaqësuar ekipin kombëtar, dhe sot brava i qoftë Këshillit Bashkisë, brava i qoftë Tonin Marinës, por edhe ati kushdo që i ka dhënë këtë ide, dhe e mora vesh që i ka dhënë një kolegi imi, drejtori i RTS Sport, zoti Dibrani i mirë, Defrim Metasani. 8 janë, me të vërtet, që kanë vesh familjen kombëtare. Por unë them që për shembull një rekord, mund të them që sportin burror e ka Jurgeni, se burrat kështu e kanë pas. Është një njeri që po lufton, që ndoshta do të bëhet një ndër boksierët më të mirë të botës. Ndërkohë për Mitajn unë e simpatizoj shumë, uroj edhe Mitajn sot, por edhe Brojen, por edhe Hysen, ma bën një golet Trekanç për hatët Bashkim Rumeks. Këtu kam një futbollist, pra, unë kam përball atë, deputetin atje. Sterkaj në pallot e sportit, 17 herë kampion, çam me i thonë. Edhe ka shumë tjera, mos më ashtuni, unë nuk do t'i zjas, por do t'i uroj, e gëzoshi këtë medalje, dhe inshallah do të vazhdoj përsëri Malësia e Madhe të nxjerrë këta gjigant e këta talent. Ju falemnderit. Atëherë përshëndetje të tonëve. Du me fillu këtë fjalim, sepse Lini para disa ditëve tha, Florita, mund është në emrin familjes teme me i falenderu kryetarin bashkëmarrëtar të Këshillit Bashkiak. Ndërkohë falenderoj dhe deputetët e Kuvenit të Shqipërisë, Paulinin, Marianën, Bujarin, që janë pranishëm. Me thonë drejtën është pak emocion, sepse Kelmeni ka djerë shumë vlera të mëdha historike, siç është Papa Klementi.
doktori Palumi, që nuk jeton më, Prekcali, manina këtë që janë gjalla Angelin Përlocaj, që e ka që artin shqiptar në skena kombëtare. E gjithashtu tani vazhdon Mario Mitaj. Urime Mario, të paqim jetë, je një krenari jo vetëm për promotion, po për malsinë e madhe, për krejt Shqipërinë. Por vetëm një kërkesë, si që thonë për trinjtë e malsisë madhe që e tha dhe Mariana ta pasoj pak. Për stadiumin Veleqiku, na i dorë për juve është e mirë. Besoj që do ishte një nime madhe shumë për trinjtë e malsisë madhe. Faleminderit. Mario Mitaj, fenomeni, me prej ardhje nga Kalmeni, mbrojtësi majtë si pozicion në s'ka sulmus ju e kalon. Shpesh herë del si sulmus, shuhet si golshënus, lot në fush do pozicion për si Mesi a i driplan. Me kombëtarin ka bo emër, gjithë e kemi mu në zemër. Për të gjitha këto arritje, për Mario Mitaj një dru trokitje. Jurgen Uldedaj djallë Bajzion, lindë rrit me legjion, në këtë sport ka hi me gjoks, kampion bote shpall në boks. Shumë fizik e jo ish nosht, s'ka bokser që jem posht. Punështarin kur e godet, rënë unë të parë, në unë ka utë e qetë. Si në Shqipni edhe në diaspor, gjithë ku i thot jam malzor. Në shenjë respekti e mikpritje, për Jurgeni një dur trakitje. Armando Broja, djallë malzor, lindë rritë në diaspor, në Akademi Chelsea kë artist, u formu si futbolist. Ma trup si azgan, duke në fush për si luan. Zoti mallja ka primoren, është ban njëshi me kombëtaren. Kur del mbrojtësi para ti, i duket broja si ari. Afer zorën kur topin prek, tonë për tirat lagën në brek. E pra sa çdo shqiptar, për Armando Brojën është krenar. Mara Shkaçaj po ju thot, për këtë yll ti do ta kitet fort. Faleminderit. Po ju drejtohem ju, të ardhmes, ju brezit ri, merrni shembullin më të bukur të 30 gjiganta kolosat sportit shqiptar. Është njerë krenari për malsinë e madhe sot që vlerëson këto figura kaq larta që e kanë lartësu kombin shqiptar. Malsia madhe thesari kombit në kulturë, në art, në sport. Shtylla korrizore kombëtare shqiptare. Ko djemë tonë malsore na kanë bërë krenar dhe na kanë mush plot emocion e krenari. Të flasësh emën për këta, flet historia, të në flasin veprat që ne se cili prej nesh dhe ta nrote me ataku, me ba një foto me njenin për këtë në djemëve kështë mrekullueshëm me pas si kujtim. Jo ma që ti kesh si vlezën, ti kesh si nipa, ti kesh në gjinërin e kësaj shtjellet lartë të kulturës kombëtare si që është malsia madhe. Dhe t'ishte shumë e bukur për mu me i falënëru edhe Këshillin Bashkiak, edhe kryetarin Këshillit Bashkiak, deputet të gjithë, po unë më mej që këta djemë i kanë bërë krenar, këta që i kanë marrë këtë iniciativë për me i vlerësu këta djemë kaq të mrekullueshëm. Jurgen Uldedaj, një bish, një djalë i jashtëzakonshëm, i kulturum, i sjellshëm, i fort, gjigant, sportist kolos, nuk keqë me thënë me të vazhdu të kampion botet. Por malsia madhe, ka dhe kampion e Europët të tjerë që i janë vlerësu, edhe për këtu jam mirënjohës një djemëve zgjellën që janë Këshillin Bashkiak. Malsia madhe është malsia madhe, malsia burrave, malsia veprave, malsia që
gjithmonë ka qenë në pozicion aty ku I ka vendosur Zoti në kryet venit. Ju falenderoj përsëmërsisht gjithëve. Atëherë me që ma lanë mikrofoni për ta mbyllur, edhe një herë një falënderim së pari për ata që arritën t'i japin kësaj treve Malësisë Madhe, por dhe Shqipërisë më të mirën e tyre, 3 kampionët, të cilët dua të uroj jetën e gjatë dhe suksese në karrierë duke ngritur flamurin shqiptar lart e më lart, ashtu siç e ka ngritur të parët e kësaj treve të Malësisë Madhe. Urime Armando Broja. Gol në Poloni. Urime Jurgen Uldedaj. Fitore në ring me titullin tjetër kampion bote. Urime Mario Mitaj, I e mbrojtës mos lejo asnjë gol nga polakët. Respektet tanëve, falenderit kryetar, falenderit personalitetet që ishin këtu, kryetari I Këshillit Bashkiak, një mirënjohje, duar të kitë edhe për ty dhe për gjithë stafin tënd, dhe për secilin që ka firmosur këtë ditë që mbetet në historinë e Malësisë së Madhe. Mirupafshim në fitore të djemvet tanë.